Një fushat me SMS ka filluar për të informuar qytetarët për ethet e Nilit perëndimor, informoi sot Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Ai sqaroi se qëllimi është që qytetarët nga zonat e prekura të marrin në kohë këshilla për mbrojtjen personale nga pickimet e mushkonjave, ku parashihet të dërgohen rreth 38.500 mesazhe tek qytetarët në komunat e prekura. Dje, më 18 gusht, u dërguan 6.526 mesazhe. Dërgimi filloi në komunën e Petrovecit, 1.554 mesazhe, dhe më pas vazhdoi në komunën e Gazibabas. Ka ende 31.365 mesazhe që presin të dërgohen, të cilat do të dorëzohen gradualisht qytetarëve në periudhën e ardhshme. Rezultatet deri më tani tregojnë një nivel të lartë angazhimi, deri në 70% të mesazheve të dërguara u lexuan nga marrësit dhe vizituan lidhe me informacionin shtesë që përmbahen në mesazh. Klekovski la të ditur se të ndjerit janë persona meshkuj të moshës 62 deri në 83 vjeç nga Shkupi, të cilët ishin të shtruar në klinikën për sëmundje infektive në Shkup. Ndërkaq, sëmundjet bashkëshoqëruese u regjistruan tek 3 persona të tjerë. Nga 38 rastet e regjistruara, 28 janë meshkuj dhe 10 janë femra. Ndaj, ministri bëri thirrje që të respektohen rekomandimet për mbrojtje. Largoni ujin e ndenjur nga obori, tabaka për tenxhere, goma të vjetra, kazan dhe pastroni rregullisht ullukët. Vendosni rrjete mbrojtëse në dritare dhe dyer, shmangni qëndrimin jashtë në agim dhe musk, ku mushkonjat janë më aktive. Vishni rroba dhe pantallona me mangë të gjata dhe përdorni repelent nëse shfaqen simptoma, temperaturë e lartë, dhimbje koke, qafë ngurcuar e tjerë. Kërkoni më një herë ndihmë mjekësore dhe informoni mjekun për çdo qëndrim në zonat e prekura. Ndërkaq, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor ka kryer një kontroll të aktiviteteve të dezinfektimit në të gjitha komunat, ndërkohë që nga 18 gushti, sipas të dhënave të fundit nga Instituti i Shëndetit Publik, në vend janë regjistruar gjithsej 38 raste të etheve të Nilit perëndimor, 36 të konfirmuara dhe 2 të mundshme, nga të cilat 37 në rajonin e Shkupit dhe 1 në Veles. Si dhe janë regjistruar 4 vdekje me formë neuroinvazive të sëmundjes.